Të nderuar shikues, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se takohemi edhe sonte në emisionin Ta njohim të vërtetën me profesor Dr. Shefqet Krasniqi. Si zakonisht, emisioni është i drejtë për drejtë dhe i hapur për të gjithë dëgjuesit dhe shikuesit për çën pjesë e këtij emisioni. Assalamu alaikum misere. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Po unë përkohë do të kalojmë tek pyetja e parë me SMS, ku thotë selam aleikum hoxhë nderuar, me lejen dhe ndihmën e Allahut kemi arritur në qytetin e Osnabrukut në Gjermani ta blejmë një tokë për ndërtimin e xhamisë dhe para 2 muajve kemi filluar ndërtimin e xhamisë prej themelit. Veçanta e kësaj xhamisë është se elhamdulillah ka dashur Allahu shteti gjerman na ka leju ndërtimin e xhamisë me 4 minare. A mundesh më na tregu çfarë shpërblimi kanë ata që punojnë për xhami dhe disa këshilla për xhamatin tonë përgjithësi të cilat me kontributet e tyre kanë arritur deri këtu në ndërtimin e xhamiave në diasporë përgjithësi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falënderojmë Allahun e madhruar te bareke ve taala, salavat e selam pejgamberit e bekuar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre muslimanëve dhe muslimanëve të cilët ndjekon dhe pasojnë rrugën e atij burrit të madh derisa të kësaj dite dhe ata të cilët vijnë pas nesh deri në kiamet. Pastaj hamd falënderim Allahut të madhruar, i cili u ka lehtësuar muslimanëve gjithandej në për shtetet e perëndimit që të adhurojnë Allahun lirshëm, që të marrën me qëra objekte dhe të shndërrojnë në xhami apo në shumë vende edhe të ndërtojnë xhami. Sigur se është ky rast për të cilën po ndëgjojmë apo që ndëgjuam pak më herët. Dhënia e lejes dhe krijimi mundësive për të ndërtuar një xhami në njërin prej shteteve të cilët dhe shtetet evropian, këtë rast Gjermanisë, pastaj xhamia me minare, është një dhuratë e madhe veçantë e Allahut. Është një nder i madh që Zoti ja u ka bërë atyre banorëve, qytetarëve të atij vendi, po mendoj muslimanëve. Është një rrugë e hajrit të cilën Allahu u ka qelë dhe po don me u qelë. Është një mundësi e shkëlqyeshme e artë për të ngritur te i madhi Allah. Xhamit janë shtëpia të Allahut. Xhamit janë vendet më të dashura të Allahut. Xhamit janë vendet mezhliset të bimet më të bekuara, më të bereqetshme në tokë të Zotit. Xhamit janë freski, ushqim shpirtëror më mirë se në çdo spital e çdo vend tjetër në botë. Nëpërmjet xhamive robt lidhen me Allahun e madhruar. Përmirësohen raportet mes njerëzve në tokë dhe Zotit lart në qiell. Xhamit janë slogan i njerëzve që dojnë Allahun, në veçanti njerëzve të devotshëm. Xhamit janë pjesë e shpirtit, pjesë e zemrës të çdo besimtari. E mjafton për këtë hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam, e Ebu Hurajrës në Buhari dhe Muslim, ku ai bekuar i numëron 7 persona të cilët do të jenë ditën e kiametit në hijen e arshit të Allahut të madhruar. Ndërta cek wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid. Dhe një njeri që zemra e tij është e lidhur për xhamia, e lidhur. Pra xhamia bën robin të jetë në atë shkallë të lartë, të fitehet shumë shpërblim, sa që nesër kur del para të madhit të Allah,
fiton atë shumë sa që është në hijen e arshit Allahut, nuk e ka bëvapa, lodhja, sikleti asaj ditët madhe, ku ta njerëzit janë në siklet nga vështirësitë e mëdha të ditës së Kiametit. Tani, ndërtimi asaj xhamie, mbledhja e fondeve, kontributi i cili bëhet për atë xhami në çfarë do forme qoftë, është prej ibadeteve më të mëdha që mund të afroj robi Allahut të madhruar. Ai njeri i cili ndërton një xhami, pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka premtuar se Allahu do t'ja dënoj, do t'ja ndërtoj do t'ja ndërtoj një shtëpi në pallat në xhenet. Men bana masjidan lillah, bana Allahu lahu baytan fil jannah. Ai i cili ndërton një xhami për Allahun, ka për t'ja ndërtuar Allahun një pallat në xhenet. Madje ka në hadith të Ibn Majahs dhe të tjerë, se ajo xhami dhe qoftë sa një e vogël sa një shtëpi një zogut. Në mënyrë figurative sa dhe vogël qoftë, Allah ka për të ndërtuar një pallat në xhenet. Pastaj puna e cila bëhet në xhami, vullnetar veçanti. E që në xhami arab do të më punu pa pare. Musliman do të më punu pa pare, o ju njerëz. O ju njerëz. O ju millet, që dëni Allahun, e besoni ditën e Kiametit. Tek të gjithë njerëzit nëse merr para për punën që e bën, për xhami mos merr. Jo se nuk ke të drejtë ke. Të drejtë ke, por savap është më i madh. Shumë më i madh. Pastaj kontributin xhamin për ndërtimin e xhamisë është sadaka xharie. Është sadaka rrjedhëse. Tash imagjino dikush e bën një punë atje gjatë një dritë. Dikush e shtron në lamena, dikush një tepi. Dikush i qetë disa tjegulla, tulla, dikush cement, dikush hekur. Edhe ai përdoret me dekada, me qindra vite ndoshta Allah më shekuj. A na vdesim dhe shkojmë, por na vinë sevapet. Na vinë sevapet. Andaj mos pritoni të gjithë, edhe fizikisht, me mjeshtri, me pundore, po edhe me lek. Jepni. Sepse ai që jep për Allahun, i ja kompenzon shumë pesh Allahu i madhruar. Në dynja, para se me kompenzon në ahiret. Allahu i shpërbleft të gjithëve juve atje, po në vende tjera, ku të qofshin në Evropën, Amerikën, Australie, ku të qofshin deri në Zeland atje, ata të cilët blejnë xhamia, ndërtojnë xhamia, mirëmbajnë xhamit, kujdesen për komunitetin, për muslimanët, për tua lehtësuar aty në adhurimin e Zotit, falën e xhumas, mësimin e fesë, dhe kështu me radhë. Allah shpërblet të gjithë. Kjo është shaj e mirë, fort e mirë, që populli jonë e dën hakun, e dën Zotin, e dën xhenetin, ka hajr këtë popull, elhamdulillah. Vazhdojmë me telefonatën e parë për sonte. Selamu alaikum. Selamu alaikum. Aleikum selam. Ndoshta mja bohëgjës një 3 pyetje. Urdhënoni me pyetjet. Pyetja parë është, a kam të drejtë unë për shembull me shku jashtë vendit pa burr, nëse ky më lejon, për shembull nëse s'm pengon, a kam drejt me udhëtu për shembull me pushtete tjera? Edhe a mëj me shku për shembull numre, nëse burri nuk mund të marrë, a mëj me shku me fëmijët mi për shembull me djalin ose me konta të mjepët mundësia. Pyetja parë.
Pyetja e dytë, djali nuk po mundet me shku, se na jetojmë jashtë, për çdo xhomo nuk po mundet me shku. Ka njerë për bon 3 xhomos, po mundet me shku, po marak, po thot mos pe kam gjuna, që s'po muj me shku, po m'bon 3 xhomo pa shku me falën në xhami. Edhe pyetja e tretë është, a më lejohet me jep zakatin përderisa unë kam të ardhat e mia personale. Për shembull, edhe jo burrë, po më dhomë për veten time. Këto ishin pyetjet. Faleminderit, natën e mirë, selam aleikum. Allah është përbleft, e të rojta të vlad, dhe është për lakmi, kur fëmiju brëngoset, pse s'pa mundë më falë gjumon. Tani nashta nuk lëshojmë për shkolle, ose prej pune, në rastet e tilla do të më falë drejken, veç farzin, nëse s'ka mundësi më shumë. Friga e djalit, se më kam bërë 3 gjema, po i bën 3 gjema pa falë, dhe mos po futet në hadithin i cili kërcënon në rënd, atë i cili nuk e falë 3 gjema, nuk e përfshin këte. Nga se hadithi përfshin ata të cilët i lojnë gjemon pa arsye. Pa arsye. Ka njerëz që të lojnë gjemon pa arsye. Plot, nga pritesa. Të atillët i përfshin hadithi se ai i cili i lën 3 gjema pa arsye e vëllosë Allah zemrën e tina. Allahu na ruajt. Pra është frikë e madhe se ai mërë të pozën keq, shumë keq. Ndërsa nëse lën me arsye, nuk futet në asnjë rrethon në këtë kërcënim. Megjithatë ai do të mundu me falë, me lyp leje, me bë mundën e vetë, nuk arrin, ka që kallëzej Zotë që Zotë nësë, po më shumë, e falë drejkë. Që është pyetja e parë, sa bën të udhëtosh jashtë shtetit, pa lene, pa burrin, nëse burrit lejon, tani më vonë theme djalë. Njerë theme udhëtu pa burr, tani theme djalë. Me djalë bën, por me lene burrit, e burrë vesh lejon, po bën pas një problem. Po bën. Që ke pyetja tretë. Se qatin personal, jo të familjes me burrin, po ato çka ka mundë më jap vet. Pse s'ban? Që po pyet a ban. Zakatin ja bën, po te ki bërç. Nëse ki parë tua, punon, të kanë mbledhur do para, te ki farës me dhënë zakatin, parë tua. Ti je përgjegjëse për to, sepse e pronare tyne. Ti a thyen parët e mia? Po. Do thonin tuat. Ti mja fal burrit e obligot atij zakati. Tamam, sigur se disa djem punojnë, por se manë se paraj. A i manë para për vetë, sa i vim për nevojë tina. Komplet e transferon babës e nënsë, në konto. Apo? Më të ketë 10.000 rogën, 5.000 rogën aj. Por a i s'manë pare. Këtë qënë babës. Tash babë ka obligim e nëzirë zakatin. Apo burrin nëse gruaja që ja transferon, apo ja burrit. Dërsa nëse mban për vete, është pronar, dhe më thonë edhe me tej, në vazhdim dhe i obligohet zakati. Kaq. Kemi telefonatën tjetër, po inkuadrojmë. Selam aleikum. Aleikum selam. Dhe është hoxhë me vetë shka për punë të ditëlindjes. Është haram me festu. Një. Po. Pyetja tjetër. Edhe për vetë 30 ditë që nuk bën me festu në vitin ri me qit bredhin, pa bën me qit për Bajram bredhin.
Në rregull, ju përshëndesim, faleminderit. Faleminderit juve. Festimi çka ke kjo? Ditëlindjes nuk është në rangun e festimit të vitit të ri dhe as në rangun e festimit të festave të tjerë jo besimtar. Nuk është në atë rang. Sepse nuk është çështje fetare, nuk është fe. Është traditë e jo muslimanëve, që fatkeqësisht e kanë marrë muslimanët, dhe që maksimum është një bidat, por nuk është haram i madh. Më mirë është mëse festu se sa në hajrë të nuk ka, por nëse feston dikush, gjëna ka bo, por jo gjëna të madh. Çështja vendosjes së bredhët për Bajram, bon? Për Bajram, po, ato vitit të ri me po për Bajram, pse kjo pyetje kona edhe para 2 javë apo 3. Bon, por veprat mos harrojmë veprat e sipas njetit. Tash ne pse zgjedhëm bredhen? Pagant, së do një pjesë e krishterëve, po krishterët nuk e bojnë për ato. Ju ka met. Krishterëve ka met vitëri si muslimanëve. As vetë dim pse. Krishterët e din që janë krishëndellët, që kanë 50 më herët. Ortodoks tjerë krishterë prap 50 më vonë. As ata nuk din që ka i ka ardhë vitëri. Kërkon që shkruan në për libra fetare. Shkruan kërkon. As një në dhjatën e re, as në dhjatën e vjetër. Sepse është çështje pagane. Është çështje, është bindje që quhet besëtni e romakëve të vjetër para pranimit të kështërimit, madje para lindjes së Isaut. E ata e kanë festuar, festimi ka fillu ma vonë, jo në formë feste, por në formë të kurbanave, në formë të ofrimit të diçkafet të zotat e tyne, që me imbrojt pe acarit të fort nga frika, se po i mbyt acari. Acari ftofti madh e ka perëndinë e vetë, si mbas tyne. Nxehti madh vape madh ka perëndinë e vetë. Lufta ka perëndinë e vet, paqja ka perëndinë e vet, drita ka perëndinë e vet, nata ka perëndinë e vet, apo errësira. Plot perëndi, pagan. E nga frika se po i myt, edhe nata shkurtohet. Edhe acari shumë i madh. Çdo gjë natyrë po shkatërrohet, po vdes natyra, po mbetet vetë ky bredh. E që i ka inspiru Dreqi, se ky bredh ka aftësi të përballimit të sfidave të natyrës. Pra, bredh është vetmja pemë e cila arrin të te kaloj, të mund fuqinë e zotave, të ftaftit, të acarit, të dëme aboneve da. Krishterët e kanë pak më ndryshe. E kanë përdorur pse ngjajshme të kryqin. Thjesht nuk është vetëm simbol i kryqëzimit të Isaut, nëpse Isa nuk është kryqëzuar. Por kanë më shumë se aq. Ata kanë kriju bindje që po e patet të qatë kryq me veti, s'kap magjia, s'kap madje edhe që dhe ty në fare kë film që ka lyke me Dracula, që dhe ty në filma që lushin se
dhe që të kapë se nëse dhëm për serbisht, po dhëm për serbisht, bagi edhe ata kur e korekia, s'ka që të bën shpirtat e këqia, s'ka që të bën kërkes e ke kryqe, në kupton? Gjaj shka kaluat të musliman të një pjesë e muslimanve, për shambull të ke musliman, të cilët mendojnë se po e patë një hajmali me veti, e që ka jetë e Koranit, s'ka ko që të bën keq. A nëpse Koranit kështë është i vërtet, të tjera si në vërteta, po nuk është ashtu. Nga se as hajmalia, as kryqi cili është o metal, o dru, sa në ngurt, e as pisha cili është thjesht pem, nuk ka naftësimet mbrojt. Ai që të mbron, është krijuesi, është Allah, është fuqiploti, është Allahu i madhruar, është Zoti i gjithësisë. Tani pa dashmë zot, pra të këta pisha, sikur se arritin bredhe, sikur se arritin në një grad të shejtërisë, cila po i sfidon edhe zotat e ftoftit të carit. Edhe me të marrëm nga të veti ne, na gjine se na shtë na shpëtan. Kështu që njeti është shumë i keq, fetarisht për flasë. Andaj nëse musliman për që marrëm bredhin tash. Nëse marrëm veç e këtë kësë pëmë e mire bukur, në regula. Nëse marrëm për me zbukuru shpinë se thjeshtë është një pëmë që nuk ka plehën, nuk qëtë fletë gjithë, ku diun edhe do këtë bukur, ani. Por jo me ngjasu të tjerve, keni kujdes. Sepse ngjasimi të tjerve të bjen ty në rang tyne, apo të qënë në rang tyne, Allahu në arru dhe ke bje shumë keq. Tamam? Pa patëm në qëka tjetër të kë? Jo, të janë pyetjet të përfundume, po më në përgjigjet, kalëm tek telefonata tjetër. Selamu alaikum. Selamu alaikum, një motën nga Zvicra. Urdhoni. Pata një ose dy pyetje për hoxhën e nderuar, ju përshëndes juve në studio, por gjithashtu edhe hoxhën. Po urdhoni. E kam një pyetje për babën, është i moshum, është për mbi 80 vjet, po është edhe i smut. Edhe tash problemi, e kam në kështu dertin që ai nuk po mundet do me thonë me shku me falë gjymojen, se e ka shëndeti që ju ka keqësu pak, edhe do me thonë tash edhe përdor për nevojat do me thonë higjienike, përdor do me thonë edhe pampersa, se ka probleme mushkni, edhe i duhet do me thonë nën stop që i derë do me thonë shumë ujë. E tani ai kur e kum pytur ne pse s'po shkon pëzo me falë gjymojen, më ka thonë që unë kur po jam tash në xhami, po më vjen kur pe kom pëzo nevojën për me bonda ata edhe po tunda që pe prishi do me thonë avdesi, nuk po mund dhe më falë për këtë mënyrë. Tani nuk e disha dhone sakt, s'disha edhe qa mi thonë që a ka drejt ashtu me shku me falë gjymojen, a nuk ka drejt. Do me thonë edhe nëse e ka këto tash, e ka gati një vite këto e ka si të rregull, ma pikurit të smuën, që një vite këto e ka thuj se për çdo ditë. Rregull, do të merresh pas pak përgjigjen. Selam aleikum. Po, edhe veç edhe një pyetje të fundit, nëse veç shkurt kisha mujt me thonë, se i kum thonë edhe babës se do të kum e thirr sot në emision, nëse ka mundësi, hoxha i nderuar vetëm emrin t'ja thojnë, ka emrin Ali, se kam dërmend tani t'ja dërgoj këtë video që ta kena i të kuptum, se unë po munona m'ja spiku, po ai nuk po është shumë, s'po m'beson shumë, sa e pet po tutet, po thonë ndoshta po bëj diçka gabim. Ju faleminderit për telefonatën. Selam aleikum. Faleminderit shumë. Që baba jëtë, edhe është dhe plak tjetër. Pse ka 80 vjetë, 82, 90. Namazin nuk i pezullohet robit. Pse ka 80 vjetë 90, edhe 100 i past. Pse nuk mundet me nejt paqt. I prishet abdesti non-stop. Namazin nuk bjen. Nuk bjen namazi.
pse është i vjetër dhe s'mund të mbaj avdestin, por ka mundësi me shku në xhami, sepse ka xhami në afër. Xhamaja nuk bjen. Personat e tillë duhet me marrë abdest për çdo namaz. Dhe kaq. Thjesht e kjo punë. Shumë e lehtë. Personat e tillë duhet me marrë abdest për çdo namaz, pasi që të fillon të hyj koha namazit. Për shembull, ose cek xhamaja. Nuk mund të këmë shku në xhami me hyj mrena në xhami pa hi koha e drekës. Kur hyn koha e drekës, këmë abdest në shtëpi. Bënë në xhami për kësura me abdest edhe shkan në xhami. Deri në 100 kë ka abdest, nga që kënë dëtsin që i del për i trupit, dërsa nëse ndodhë diçka tjetër është qëtërsen. Pe që sajnë ke prish abdesin, le të rredhe sa da për i trupit. Që të cekë motra, në kotë sot dhe ka pamperë, sa ka të selë duke lojnë me pikë në dëtsinën në xhami, mi bë 5 xhamijat, mi ndyt, nuk mi rrët veshe e punë, falet dikon skajt, mos shkot në saf parë, mos shkon me dës xhamis, shkon skajt dikon, mërë një karrik, ose kejtë fond dikon skajt. E falë farzin edhe del. Por nëse si punojnë kam, në shku në xhami. Ose nuk është i kthjellët, ka kap harresa, skleroza, ka kap smundjet të cilat ja hupin, ja përzin, nuk mundet më kthjell. Atë në çështje tjera atëherë. Përndryshe, mbanë mend, pse është i vjetër, dhe mundet me shku në xhami, dhe i kam met në kry, as xhamai, as namazet nuk bin, o ju njerëz. Nuk bjen xhamaja pse pidhamin kam të plakit, a plakës e sënët me radhë në rukuen sejdë. Nuk bjen xhamaja për faktin se s'po më në man abdesin e pëdohet me vnu pampers. Nuk bjen namazi. Nuk bjen namazi. Dohet më falë. Pastaj, njeriu, kur është në fund të një hapi, të një pune, të një veprimi, a dohet më nga dalsu, a me shtu aktivitetin, me shtu. Për shembull, në kërna kanë 3, katonarim të edin, unë jem katonar, i loqet si bovcit. Dhe prashet shumë, kalamaq, i theshim prashita, që shtu e theshin, ta shtatërit nuk din që me prashit kalamaq. Tamam, ose me kur grun, ose me gjvosh, pun të katunit. Njëherë janë nisi me pritesa, ose me qef tani të pritu, ose të ronu, ose janë nisi me qef të pritu, por kura, shë që përshkën në fund, që ka bën? E shërzën fëqin e fundit. Njëtën gjata që janë në sport, ai që janë boks, ai që janë futbol, thot, jep energjinë e fundit. Po ti 80 vjetë e kitë fundit, bre. Po ti me dit, tak, 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 se sekundat. Po çdo ditë do të me prit vdekjen. Nali menda. 10-15 ditë për të hjekëm të 13 kërkon fëmijë, i kita 10 vjetë. Gati 70 vjetë, ibadet, adhurim, agjerim, përkushtim ndaj Zotit. 70 vjetë. Në fund, do me hup, pajtën të me shku të Zotit pa namaz, pajtën me të zonë deka, pa falë sabahën, me të zonë deka natën e së në zenë, pa falë jacin, I që atë që i bije kja? Kja i bije ty të boni drejt që i për veti 70 vjetë nuk mujti me të ba, në fund të bani për veti. Dhe kështu arrin shumë pleq me bo drejt që i për veti. Pra ta do të minaj pleqve gati
Qika, sikur kia Allah e paguft këtë vajzë, Zotë e shpërbet me xhenet ja Rabbi. Djemt, rejat, me najt njëni tjetërt, me najt plakët, një mëja, bënë sebeb. Bënë sebeb let des për namaz, mës des për namaz, bënë sebeb. Sepse me dek me namaz, i ka pun, ti ka pun, shkelqysh me ka pun. Antë kondër të me bo me dek për namaz, la ilaha illallah. Nga se jo falë 70 vjetë, po në fund se falë. Veprat mirën parasysh është me hadith, si mbas funit, innamal a'malu bil khawatim, veprat mirën parasysh që të qenë të fundit. La ilaha illallah. Po. Atëherë shkua për një pauzë të shkurtër dhe pastaj rikthehemi në studio për të vazhduar tutje, qëndrojmë ne. Përse të kërkoni kur mund ta gjeni, ju presin mbi 300 makina të reja dhe okazion prej markave më të njohura. Albini Auto në Rrym Lang, Zyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona ose vizitoni webpaqen ton autovizalbini.ch. Albini Auto, ne e kemi çelësin e makinës së ëndrave tuaja. Vazhdojmë tutje me pjesën e dytë të këtij emisioni, edhe me tutje pra linja telefonike është hapur për gjithë ju që dëshironi të bëheni pjesë e këtij emisioni. Kemi telefonatin, kuadrojmë. Selam aleikum. Aleikum selam. Urdhëni. Deshta t'ja bëj një pyetje hoxhës, jam një motër muslimane nga Peja, jetoj në Francë. Dua t'ja bëj një pyetje, mund t'a quaj gabim ose realitet, nuk e di, kam 2 muaj që s'flej, që kur të falna më rrin mend aty, nuk e di a kam bërë gabim, po është e drejta ime, nuk e di për këtë murra guximin ta pyes hoxhën. Jetoj në Francë, nusja e djalit e ka babën këtu punon. Edhe baba është mesatari imi, një vitit jemi. Edhe atë ditë baba i saj ishte në pushim, nuk ishte në orar të punës. Edhe puna e thërret me shku në punë, nusja me merë në telefon, mund është ta sjellësh baba i në punë. Une aq nuk isha e bindur, as një fëmi nuk e kisha afër, as një kurgjë nuk isha e bindur të hypin makinë vetëm me ta, e ta dërgoj atë në punë edhe i thashi jo. Nuk mundëm tash ta sjelli. Po nusja në atë moment egoiste, sa që mund të përdori forcën e vetë me shkatërroj probleme në shtëpi, më vjen keq nga çuni që ja prura atë problem, po nuk e di a kam pas të drejt, a nuk kam pasur. E këtë dishta ta pyes hoxhën se edhe namaz kur bie met, mendim met, stres met, s'di si ta quaja e përdori atë forcën e vetë, sot që nuk muj ata ta spjegoj si e pruri atë punën dhe në atë pikë. E për këta dua të sharrum, a jam me drejt, apo kam bërë gabim? Vesh pak, dhe me thonë, nusja o do? Jo, jeton me muë. Po qka, i këni prish raporte ta? Po jo, po ka bërë, po të rëmuj, kështu. Ka bërë rëmuj, pse o shku, se ke që ti në punë? Babën e saj. A une... Ka në që babën e saja? Po, babën e saj. Me thminja rriti, vetë ja këtyri me mu plenë, me mu qënë, unë i shej, unë i loj. Babën e saj ti me që dikuna? Punë, me kërë. Ti me që? E ke ka thonë jo, tash ajo u shqitnu. Pse s'ma ke që babën punë? E që kja ka haram, e ke ka thonë jo. Pra do të monesh pas pak përgjigjen motor, ju përshëndesim, selam aleikum. Faleminderit. Natë në mirë. O jo, motor, Allah në gjennet qoftë. Mëse o mërzit, të trejat që me thonë? Atje në Shqipëri thëjnë i riu si veriu. Po i riu si veriu kanë për qëllim edhe djemët. E që djemët jenë matë pjekon zakonej se sa vajzat. Vajzat zakonej që gjithëherë jenë me mendje lehtë. Nga se udhëhiqen nga emocionet. Tash edhe dreqi rri nga që të i frynë, nga të rri dreqi. Dhe ka gabuaj gjithse, se të se gabu sen, asë gjas ke gabu. Në fundja të babën e saj, nuk këtë drejt të mu vetëmu me të në kërë, sen se ki. A jemi këshpije. A jemi këshpije, ti jemi ka tesh për ta. Tamam?
Ti jemi katesh, nuk e kanë adet, mi katesha, më vetmu, me hipin kërë, veç me mik, kur se kanë adet, as nuk bën tjetë adet. Sikur se që nuk është në regull, nuk e kanë adet, dhanër më shkum janë, baldys ka t'janë deja këndej, baldys ka konata, si që njët i thinë konata, mëtra të grusë. Ajo të mi katesha, me plët respekt, por nuk kam të drejt, nuk ke të drejti me marrë ato, më vetëm me të me që me makinë tani jenë lindjen, përëndim jenë, salon jenë, në shpej jenë, darsëm jenë, ku di ndekja, nuk ke të drejt, dhe që këmë që ka dojnë. Nuk ke të përgjesh për të shka najnë punë. Por të fetaresh mas pare s'ke pas të drejt. E dyta, ti nuk je shoferi i babës sajna. Asaj do të më ardhë marrë, tërpë. Nusë do të më ardhë marrë me, qysh me tha vjera që që ma babën, pëse më ta që vjera babën ty? As vjera s'kërkosh. Nusja mundet me thonë ka dalë në njërë përgdhelse, i ordhruse, burrit. Nëse s'pritan, me më kanë afru babën, më s'filan me shku me prit autobus të treni, mja boni nërë. Mja boni nërë. Aje veç burrit vetë ka mujtë me thonë. Edhe atë në mënyrë përgdhelse. E ka artë të qika. Të qikave të dje kur donë, mirë se vjen. Por nuk mund të majtë të mëdaj në viher, në qikës. E mundet me thonë djallit, ka që atë autoritet me thonë dhanërit, dhanër më shpërtëqu sa ora që me kërë. Mund me thonë, regullë me thonë baba lako, avi e që bije baba i nusës, me thonë, dhanër që që me kërë sa ora. Anë dhe se ka si babë. Ose nusë me thonë, burrit vetë në njërë përgdhelse, sikurse të shafru babën dhe im punë. Dërsa me thonë, vjere që ti kjo se kapë. Nusëja gabim, Allah drejtoft. Po ti, mëse shetë se shumë, kalan e motër dënja kja shkret. Hermet të hermet të me lehajt kalan. Elhamdullat që e keni shpe, e keni thmin, e kaluse. Do të vazhdojmë tutje me telefonatën tjetër. Selamu alaikum. Selamu alaikum. Aleikum Pëdraunin selam. telefon. Po. Dishta me përshëndet hoxhën edhe për ju ashtu. Dishta me pyet, ne kam një vajzë, po jem prit edhe një vajzës tjetër. Kem dëshirë të vendosëm emrin Bota. Bota? Desha të vendosëm vajzës emrin Bota. A lejohet emri i vajzës Bota? Drejkull. Faleminderit, natën e mirë. Selamu alaikum. A keni dhe ndë një haramen që ka dikush Bota? Bora kam një Bota, jo. Borë, po, ka shumë. Bota i rapar. S'keni kur. Në nga zhëllanë tanë, më sen gjithë që ta. Se ka me thani sa qika, po e kesh me shpërim, ka thënë, budallë këm pas nanën, budallë këm pas babën, të dëtë. Dëtë budallë këm pas. Po e në gjithë e vladët e emnin Bota. Ngo vlanë tanë, në raja. Për dire sa vajza nuk ka linë, më sen gjithë. Kuptim, qëka i bjekje Bota, qëka i bjekje. Gjëhen emën ma të mirë, në kuptim ma të mirë. Jo që është gjëna me në gjithë këtë emën, pa njës këtë thirën, ketë që bjen kjo, prej këtë qika. Tanë kanë me thonë nesën, e ka mërë këtë emën, kështë tanë gjithë këtë emën, e kështë gjithë këtë emën, e qëfar emër është kë, e qëfar babë këti, qëfar shkollë ka nana, qëfar. Sa që këmë thotë qika e mirë, jo në qëfar babë nana, po ata që i ba nana që këtë emën gjithën. Mësen, që këtë emën rëndu qike nesër pas nesër. Allahu. Vazhdojmë tutje, kemi telefonatën tjetër. Alo. Assalamu alaikum, apo dëgjojmë telefonata? Ka ik, atëherë kalojmë tek një pyetje ku thotë selam aleikum për ju dhe për hoxhën e nderuar, a mund të na tregoni të na flisni pak për hakun e gruas ndaj burrit? Për shembull, gratë e sotit nuk i flasin burrit me ditë dhe javë të tëra, madje në disa raste kërkojnë edhe shkurëzim pa ndonjë arsye, duke thënë se kemi stres, kemi ankth e kështu me radhë. O kjo teme madhë është, teme plot është një sprov, një bela cila ka godit sa të shumë, me të madhe rinin tonë.
ku gratë janë lazdruar atë kuptimin e pleqve, që përdorin pleq për dikën janë lazdru. Gratë janë lazdru shumë janë lazdru. E kanë shur rrugën e Zotit. Gruaja cila nuk e ndjen veten psikikisht, para se me ndje veten në praktik, njerë psikikisht, me ndje veten se burë më nalt. Burë komandant i sajna, burë zë qpije. Nëse se ka këta, aje në fakt në parim, ja ka pësanet prap. Aje për ditës par ka pësanet prap. Dhe aje është non-stop gjënaqare. Në vazhdim. Sepse nga kjo ndërtohen pastaj edhe sjelljet e saj nga ky koncept. Ndërtohen sjelljet e saj, qëndrimet e saj, fjalët e saj madje edhe toni. Karshi burrit, kjo nuk ka për i dit. Kjo me vjetë, kjo një jetë. Që qarë, krahëzim, për mes qaru. Fëmiju arrin të kuptoj se baba është babë. O ma nalt. Ke ma i shkollun, ose ma pak i shkollun, ma i dishëm, ose ma pak i dishëm. Andaj, në bazë këti koncept që ka krijuar në trurin e vetë, kjo djale pa kjo vajzë, edhe i qëtë, i bën veprimet, fjalët, sjelljet. Nuk janë ngritë zanin. Nuk hatë me babë me nanë. Në pasë që mjëllë, hamdër pasë që në keqë hesh për i grapët vetës. Mas për e vetë babë nanën që për thënë ju të njep mendimin e vetë. Sepse në krye ka mbjellë. Ose ushtari për reperorin e vetë. Ose në administratat je për reperorin e vetë, për shefin e vetë. Edhe tek shpija. Krejt këto që shtu funksionojnë. Prej kretarë shtetit, në presidencë, në qeveri, çdo ministri, çdo dikaster, çdo departament, këtë shtu funksionojnë krejt. Ndetja të policia ka rështerin, e rështeri, qash me naltë se polici? Një trëhes me naltë. Por, i thëtë komandant, që për thot, mas pare, a i me fol, me dha mendimin, tanik. Ashtë e kanë kry, dhe shtu funksionën dënjaja krejt. Vetë shpejo, shpejo do t'je njejtë, me të sotit, e ja, për ata përprishet familja. Andaj këtu prindi, mas pari prindi, se shkolla nuk e dukan, shteti nuk e dukan, e dukan feja dhe familja. Nëse ka këtu dy elemente vajza, është të duku për fesë, ka dukat fetare, të të gërshëtuar, me dukatën familjare, a i hecë, a i shkelqyshë më kalon. Për të mësë të të kur mësë të të. A i mund të bëjnë do një gabim së njeri. Pra jo jetën ka me kalon 99% shkelqyshë më bre, që ku dush. Që 20 rëbë, 30 rëbë që ato. Së la zrit ftyren. Ndërsa aje që nuk e ka këtë edukata, se ka këtë edukat fetarës, familjare, por në krye ka marrë për dy këtë tërë se një barabar, s'ka këtë dalin barabar, gjasat janë maksimale për me dështu që ajo martes. Edhe nëse vazhdan si lidhë martesore, ajo është gjehna mërana, ajo është të merë mërana tynë. Këtu do të me fillu. Andaj të me full në vajzave tona, bio, nuk për qënë baba nanë me bët ty zëtë shpije komandant atje, oj bi. Allahut ka falë femen, Allahut ka kriju, aje ka zgjedh për ty këtë pëzit, aje ka zgjedh. Burrë zanë më se ngrit. Më se ngrit burët zanin, e ta në vinë tjerat,
urdhrat fetare që janë të obligimet e burrë e grus ndaj burrit apo detyrimet. Aje që ka frikë Allahun. Qështu ki flet burrit 2, 3, 4, 5, 6 ditë? Kurse hadith është shumë i qartë që ajo grua e cila e ka lënë natën flan, burri është e hidhruar ndaj saj, e mallkon atë me laçet deri në sabah. A di çfarë do thotë me mallku me laçet bre? Çfarë grua që mallkon me laçet, ftyra saj prishet. Ai qëhet sabah me ftyrë dreqi. Qihre ka dreqit. Qëra ftyre ka. Qëra. Sepse kanë mallku me laçet e Allahut ta natën. E lemu një javë, 2 javë, si fol burrit. E ki burr. Ki bo fëmijë me te. Ose, këti arsye se kërkon heshti me ta. Pra, pas ka qenë një përzgjidhje shumë e gabuar. Qoftë nga baba, qoftë për i teje, qoftë në një mëset shkullës kush dhe qoftë, atëherë e thuat i zëtnis për hirë të Allahut. Aleje në borë e gru. Ama shkërëzim. Ma mirë të më thënë halkë e vej, e më mirë të vuaj, nëse të shkru me vujt, sa me hi ty në hak. Të nuk mërë të me t'hi në hak, po onë nësë më i tapi haku. Onë nësë më i tapi haku. Qysh ka shkuaj e gruaja të pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, Ebu Thabitin nuk e akuzoj në moral, në sjellje, në karakter, këtë ka që këtë qysh. Lakinni e kërhol kufrëm, fil Islam, por unë nuk mund të rime të moj bis, moj e që skryt një astek me ta. Sepse kjo kanë bukuroshe. Ajo ka një shëmtu një gëzune. Sahabi pejgamberi. Po i shëmtu në dukje. Në zemër i barë, po në dukje. Pejgamberi ka këpëtu më një herës. Si ka thonë kja, ja Rasulullah. Nuk i ka thonë që është i kja qaj pa heshme, ja. Ka folë e nivel të lartë, stili gjësor. Ja Rasulullah, burrin të emë nuk e akuzojnë moral, asë ndina, asë kërkon sjellje. Por e urrej kufrin pas Islamit. E kuptoj pejgamberi. Dhe i tha, apo ja këthen meherin? Tha, po. Dhe e thjera zëtin, po e ka. Erdhaj. Dhe lëshaj grunë. Shkoruzaje. Dhe mërja meherin. E që e legjitimoj e i bekuar. Ama në rastet të randa. Kemi stres. Depresion, stres, se ku nuk ka depresion. Depresioni nuk bën me qenë, për stres ku nuk ka. Kallëzëm të mu. Stres ku nuk ka. Stres, a dikush mund dhe më pas, që menturit. Një, 9.000 vegjel. Vegjel, jo adoleshent, vegjel. Për ndryshe, një kuzhinjere, dë buk me bujë ngrata, e ka pak stresi. Apo më del trajtja e mirë, trajtë, ne them trajtë, dialekti juën, po, Kosova, trajtë, pitja, apo më del e mirë, as po më del e mirë. Se lema me ardë dhe mësafir, kuku, që e qësë mësafirve, a kam harqë, a më del e mirë, a di me gatu mirë, a nuk mësë nuk pa më del mirë, kjo stres quhet. Kjo quhet stres. Tanë kanë stres. Po në Turqion sa bashkojnë, qeshmja bo, këna më lodhë, kemë punë sa, që hebë më se punë, sa të lashën e kemë, sa letrat e kemë, sa, kjo stresa. Por është nivel të hëllët. A më stresa? është ngarkes, është qetësim, është preokupim, që ka stresi?
Gratë, ishte veti ma shumë stres, sepse preokupohen ma shumë. Një darë se me shkuaj, 2-3 javë për para, stresohet, edhe gëzohet, edhe stresohet, 2 jetë bashkë banë. Edhe gëzohet që kam darsmen, po edhe stresohet që me vesh, që me madh, që është më gjinda aty, me kanë me shku aty, me kanë me nejtë aty, e ka e gjenë një farë të lashe. Kështë që pas stres kupshtan, pëse që me burin tjetër atje, pas stres e me rata, nëse shkona, po nuk ka jetë pas stres. Pas e zote ka lanë kështë që me kanë ma interesant. Një që ku ta krinë që atë unë pas e ku, që të zote elhamdulillah. Sepse maset i stresi, që shka këtën lodhje, shka këtën ngarkem, ngarkes psiqike, të hargjon energji i mund, dhe kur të shift rezultate, se këtë shtu më koncentru, më fokusu, kur të shef rezultatin, tani që të sosh, e shijan. E shijan. Dhe shijimi, është knacin veti pastaj. Dhe të bën gjithashtu me falendëru Zotin, pra edhe shijen për vete si njeri, po edhe afrojsh të Zotin me falendërim Allah. Të barek e utaj. Allah është përblef të kalojmë tek telefonata e fundit për sonte. Besoj, selam aleikum. Selam aleikum. Aleikum selam. Desha të bisedoj me Hoxhën. Po urdhoni një live. Hoxhë, ndërrum, desha në të bëjnë pyetja, kam probleme familje, nuk më dojnë familja as mënyrën kështu, po më kanë blokun të nao. A ka mundësi më kështu si me vepru? Çfarë problemi të fjalën? Pyetja e dytë, më po një njuje para një vite, po shkoki që ka po diçka dojtë e babgjyshet, ma hollën tjetër ma lartë, e po tu të shkoki fëmis, a mund me ndodhë diçka të kjo, më martun, a mund me linë fëmija diçka me pasuja, ajo? Ma po halal, as ta kuptova të parën pyetja, as dytën. Të parën the kam probleme në familja. Po çfarë problemi s'të tregoj? Ha? Po probleme me familja, po thashë po arësis nuk po më lejojnë, kërka me dorë për të shtëpia, shembull, me dorë dykon, do të me pos një përcjes me vete. Tamam. Tash e qartë është pyetja e parë. Po? Hoxha për pyetja e martuar. Jo. Tamam. Okej, pyetja e dytë. Pyetja e dytë jam po një njuje, e këna po ka përfundu mirë, miqësore këna la, se shkoki ka po dojtë e babgjyshit, ma hallë tone, ju nga autos, po ma hallën pak ma larkë. Nuk deshti me vazhdu, se shkoki si kishto dikosh që mu martu me mu, mu në gjithë me konë mja lindë me pasuja. Qartë është pyetja e dytë. Faleminderit për telefonatën, nëse s'ke pyetje tjetër. Jo, s'kam, faleminderit. Selam aleikum. Se kuptuam tash u çartsu pra pyetja e përfillon e dytës, pra është njohur me dikankja, me një djalë, mirë po e kanë lënë pa shkak se ai ka pas dojtë pa gjyshin katon. E tash kanë dëgjuar dikon që mund me lind fëmia, domethënë me tmeta dhe është ndosë. Ku e veshje çështu. Larg sjell. Leo i motër Allah në xhenet qof, pas është arsyeja ajo po çfarë arsye? As ka qenë arsye të djalja, as është arsye fetare, as për shakole që ka i dajtë e babgjyshit ka të në tënë, për dhe edhe në mahal tanën, pas tyben ka behane për atë punë. Fetarisht, ja, sens bëhet, ja tybe. Por së shkrujnë botër, së shkrujnë, inshallah Allah të azgënë djallë të hajrit, që të ndihman për dinë dhe për dënja dhe për ahiret. Çështja e parë, pse s'len familja me dala, është çështje që e din ti ma mirë, ne nuk e dim. Pse familja nuk len me dalë, nuk e dimi ne. Ata të kanë qikë, të kanë vajzë, të kanë zemrës, të kanë shpirtit. Atë nuk e dimi ne. A në pse sa do është vështirë me majtë në shpe dikan. Po të bënë qikë e mirë, e nga i familjen, dhe ta gjenë familjen e djallë dikon. Apo edhe nëse dikush ta gjenë tjetër, mos ndërmer asë një hap, pa miratimin e familjes dhe pa dalë familja. Mu taku, me miratu, e kështu më radhë. Allahu ta zgët hajrin ja Rabbi. Amin. Pyetja fundit me SMS thot, në një ditë, para se më bën kameti, dhash selam dikujt, nuk më kthej selamin
edhe më ka thënë që kesh të bë lutje. A ka argument mos me hub shpërblimin, mas jo fal farzi, ma kthe selamin, unë se kundërshtova, po tha vetën e hoxhës, a ka pas drejt apo jo. Po, në rregull, kajt. Në rregull është. Këtë në rregull është. Pas është patjetër, me qenë se ka qenë të bon, i ka Po, mbetë. për adhe njëre kanë fokusuar në ndoan lutje. Të ka shetë që të lutë, qap jap selam. Në rregull është. Të hoxhë këto është fundi për sonte, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues të RTI-s, takohemi javën tjetër dhe atëherë më mbeq.